Kënaqësi. Mirë, po e nis në fakt me Bashkimin Evropian, sepse presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të votbesohet, po them, në Parlamentin Evropian mes akuzave për fushat lobistësh dhe pazareve politike, akuza këto politike, po themi, të zakonshme në një mekanizëm të ndërlikuar burokratik si Bashkimi Evropian. Si mendon se shkon çështja e votbesimit të saj? Atëherë, ditën e sotme Parlamenti Evropian në Strasburg do të zhvillojë një seancë të jashtëzakonshme në lidhje me dy kërkesa. Votbesimi që kanë ardhur mbi komisioneren e Bashkimit Evropian aktuale Ursula von der Leyen. Interesant është fakti si fillim që këto të dyja propozime kanë ardhur nga dy forca totalisht të kundërta me njëra tjetrën. Pra ata që e kanë zhvilluar nocionet kanë qenë radikalët e djathtë, grupi Patriotët për Evropën, ata që mund të quhen ultranacionalist, disa mund të quhen fashist, disa mund të quhen radikal. Dhe grupi tjetër ka qenë e majta ekstreme. Pra flasim komunistë, socialistët radikal e të tjerë. Pra dy ekstreme të kundërta janë bërë së bashku kundër komisioneres. Gjë që tregon edhe fragmentarizimi që po ndodh brenda Bashkimit Evropian aktualisht për shkak të zhvillimeve në çështjet e ekonomisë, stagnacionit ekonomik të Evropës, humbjes së kompetitivitetit ose konkurrencës së tregut evropian në tregjet botërore, krizën e energjisë pas sanksioneve antiruse që janë vënë dhe që ka në një farë mënyrë impaktuar gjithë tregjet evropiane, bizneset e vogla, sidomos kompanitë e mëdha, largimin e kompanive me emër në Evropë, drejt tregjeve më profite dhe fuqimet e energjisë, çmimet, materiale ose dhe kërkesa në tregut të punës është edhe më e lirë, po edhe më, le të themi, e një standardi më të lartë se sa ofrohet sot në Evropë. Pra këto kompani po lëvizin për në Kinë, për në Indi, për në Hungari, pra në vende ose në Turqi, vende që janë kompakte dhe nuk kanë probleme që ka së fundi Bashkimi Evropian me krizën e migrantëve të tjera. Kryesisht akuzat kryesore, siç i përmendët dhe ju, janë nepotizmi, tendenca autoritare centralizuese të Komisionit për të ndryrë punët e brendshme të vendeve të Bashkimit Evropian. Është kriza e migrantëve aktualisht, është militarizimi i Evropës, me thënë politika agresive që po shtyhet për ta militarizuar, për të zgjeruar ushtrin kapacitetet dhe jo për të krijuar dialogje ura komunikimi me Moskën e Pekinin ose me atë që quhet aleancën e vendeve që paraqiten si rrezik kundër Bashkimit Evropian. Njëkohësisht është edhe problemi i marrjes së vendimeve bazuar në perspektiva personale pa u konsultuar me eurodeputetët. Me pak fjalë, kanë qenë mjaft episode ku gjatë votimeve në Europarlament kanë pasur probleme makineritë. Fjalët janë prerë në gjysmë, nuk është lejuar zhvillimi i mocioneve ose i ballafaqimeve parlamentare, siç është në Parlamentin Shqiptar kërkesa për të komunikuar drejt për drejt midis opozitës dhe kryeministrit. Dhe në Bashkimin Evropian kjo ekziston. Për të kërkuar sqarim mbi buxhetin, si po zhvillohen gjëra të tjera. Pra transparenca është totalisht zero në këtë aspekt. Gjë që ka çuar edhe në rritjen e polemikave dhe në rritjen e pakënaqësisë, sidomos të shumë popull evropian, gjë që tregon edhe fitoret e fundit të forcave ekstremit të djathtë në shumë vende. A mendon që e kalon, po themi, këtë emocion? Për ta kaluar, jo e kalon. Pasi për ta hequr nga pushteti duhen 719 vota, gjë që forcat e majta radikale dhe të djathta radikale nuk i kanë. Ata mund të bëjnë maksimumi 45%, lart poshtë në Parlamentin Evropian, por nuk ka shans që ato do vijnë mbi 7%. Me të do të duhet një gjë jashtëzakonshme. Këtu situata aktuale tani në krizat e ndryshme qeveritare si në Gjermani, si në Francë, me protestat anti-qeveritare anti-Macron në Francë, rënien e kabinetit francez, që Franca aktualisht është pa kryeminist. Në fakt po, dha dorëheqjen sot Sébastien Lecornu. Po sot në mëngjes ulla. Pra Franca është aktualisht pa kryeministër. Me partia e ekstremit të djathtë Fronti Nacional nuk pranon të caktojë më kryeministra ose do bëjë çdo gjë që mundet për ta bllokuar një kryeministër që do të vijë si pretendim ose si një
alternativë prej presidentit Macron. Njëkohësisht ajo po vëret është në shumë vendet evropiane, e majta ekstreme dhe djata ekstreme po bashkohen kundër qeverive aktuale neoliberale, të gjelbra ose të moderuara, le ta quajmë. Njerëzit duket se janë të lodhur, dhe këto parti duket se kanë, ashtu si në Parlamentin Evropian, duket se kanë vënë re që nuk mund të fitojnë dot veçmas. Pra nuk ka probabilitet që një majt radikale ose një djatë radikale të vinë në pushtet në disa vende, në Francë, në Gjermani, në Suedi e të tjerë. Është një gjë shumë me përqindje shumë të vogla. Prandaj ne sot shikojmë një bashkim të forcave politike të tyre, gjë që është të thuash një komunist dhe një fashist janë bërë së bashku kundër institucioneve aktuale, nëse mund ta quajmë kështu. Dhe në këtë kontekst ajo e kalon nocioni, ka për ta kaluar, por ajo që vihet re është që kjo është era e dytë brenda këtij viti që ky nocion kërkohet. Pra, është era e parë në historinë e Bashkimit Evropian që brenda një viti të kërkojë 2 herë dorëheqja e komisionerit të lartë. Një gjë që tregon që pakënaqësia është aq e madhe sa njerëzit po thonë që para vitit të ri, me të disa ekspertë që kam lexuar së fundmi, do të ketë një nocion të tretë mund të ndodhi. Qartë. Pra, brenda një viti 3 nocione ose 2 nocione, kjo është le të quhet skandal në kontekstin e politikave që po ndiqen, ne tregon njëkohësisht edhe një shkëputje totale të aparatit burokratik të Bashkimit Evropian kundrejt zgjedhësve, eurodeputetëve, po edhe situatës së terren. Pasi nëse nocionet vinë, do të thotë situata në terren nuk po merret parasysh totalisht. Për të kaluar nga administrata e Bashkimit Evropian në një nga shtetet e Bashkimit Evropian ku duket që këto forca kanë fituar së fundmi dhe bëhet fjalë për Çekin, me fitoren e bujshme të Andrej Babis, i quajtur edhe Trumpi i Europës qendrore, kemi një rikthim të populizmit konservator, po themi, në këtë shtet, gjë që duket se, siç e the ti, po merr për masa gjithnjë më shumë kontinentale. Si e pe këtë të Çekisë? Të fundjavë kanë qenë 2 fitore shumë të mëdha për forcat konservatore. Fillimisht që ato ka qenë miliarderi çek ose Trumpi i Republikës Çeke që quhet, Andrej Babiš, me patinë e tij populiste konservatore ANO, ose po ta përkthejmë quhet Po, me thënë alternativa Po. Ka fituar me gati 35%, gjë që shumë rrallë ka ndodhur në Republikën Çeke. Edhe në këto votime ka marrë pjesë mbi 68% e popullsisë, duke marrë parasysh që zgjedhjet më të pjesëmarrja më e lartë e Republikën Çeke ka qenë kur u shpall pavarësia, me thënë shpërbërja, divorci i kadifejt që quhet i Çekoslovakisë, që morën pjesë diku te 74-78% e popullsisë. Kjo është era e dytë në historinë e Çekisë moderne që ka një pjesëmarrje kaq të madhe. Fitoria e tij i atribuohet çështjeve aktuale të Republikës Çeke, inflacionit të lartë ekonomik, stagnacionit ekonomik, krizës po përballen bjeshtet çeke me çmimet e gazit dhe të energjisë pas sanksioneve ruse. Dhe së fundmi është kriza e migrantëve, që prej Ukrainës, sidomos, pasi nga Ukraina janë larguar aktualisht lart poshtë po të merren gati 10 milion njerëz, nëse do të futen ata që ishin një kohë më përpara, para fillimit të luftës. Edhe në Republikën Çeke, si dhe në Poloni dhe në gjithë vendet e Visegradit, po edhe në Evropë kryesisht, është një frymëritje kundër benefiteve që shumë nga këta emigrantë po marrin. Pa përmundur më pas emigrantët që vinë nga vendet e luftës si Palestina, Siria, Iraku, Vietnami. Çekia është një nga vendet me më shumë popullsi aziatike prej Vietnamit kryesisht në Bashkimin Evropian. Dhe këto gjitha kanë kontradiktat, pasi qytetarët çek, ashtu si shumë qytetarë evropian, po drejtohen si të dorës së dytë, si dorës së tretë. Pra, nëse një ukrainas i merr gjithë benefitet çdo muaj, një çek do të presi 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 1 vit për t'i marrë sërish mbrapsht benefitet. Dhe sidomos rritjen e buxhetit të shtetit, duke prerë investime në familje, në pensione, në bursa, për t'ia çuar ushtrisë. Ushtria çeke është një nga më të vjetrat në Evropë, me mbi 38 vjeç plus personel ushtarak, edhe skandali i dytë që ka ndodhur në Çeki gjatë qeverisë aktuale të Petër Fialadës
kryeministit aktual, ka qenë fakti që vetëm 17% e popullsisë çeke ka deklaruar se do ta mbrote Çekinë në rast lufte. Pra, është një nga 5 vendet më të ulta në Evropë, patriotizëm, aktualisht. Dhe kjo është parë me shumë shqetësim, sidomos nga ndërzat e vjetër në Republikën Çeke, dhe sidomos kjo kriza aktuale që po ndodh së fundmi me çështjet morale, familjare, qytetare, me propagandën neoliberale, punën e LGBT-s e të tjerë, duke se kanë krijuar atë që quhet atakim i embrionit të shoqërisë, pra flasim familjes. Gjë që forcat konservatore, njerëzit që janë shumë besimtar, flasin katolik, protestant, popullsia e vjetër, ajo që ka qenë interesante, sidomos, ka qenë fakti që si në Poloni, si në Çeki së fundmi, këta persona ose kandidat që kanë fituar, siç është Andrej Babiš ose Navrocki në Poloni, janë të forcave radikale, janë të djathtë, populist, ekstremist në mënyrë, por në ata njerëz që kanë votuar për ta, në mënyrë kontradiktore, kanë qenë kryesisht leftistë, pra të majtët radikal. Duke si që ta shëpa, duke si që ata si s'kan për ta në pushtet, si ata që mund të quhen si fashist, ultra radikal të djathtë, si ata që mund të quhen komunist, ultra radikal të majt, ata di që nuk do të vinë kur në pushtet, nuk kanë për ta fituar një majoritet. Kjo është e qartë sot. Nuk ka njeri që do ta kthejë Çekinë në Republikën Socialiste Çekoslovake. Edhe në këtë prizëm, ata kanë arritur që të shikojnë te ky kandidat diçka që është më mirë të kesh një populist të djathtë që ka një besim, ka një suport të gjerë popullor, është një figurë e dashur, ai është miliarder, njeri i suksesshëm, ka arritur të çojë gjithçka nga zero personalisht, ka arritur të mbijetojë krizën së 2008-s, krizën së 2014-s, krizën së 2020-2021 pas Covidit. Pas sanksioneve ruse ka arritur të mbajë ta shtoj biznesin e tij, jo të rënojë shumë biznese. Pra është njeri i suksesshëm. Njeri që njerëzit do shikojnë diçka te ky person, sepse si çdo evropian i dorë si edhe neve, është një person që ka nisur nga zero, apo jo? Qartë. Pra është historia se cili prej nesh, që nuk ishte asgjë dhe sot ju jeni gazetar, unë jam student, ai është miliarder, secili ka një perspektivë që ka filluar njësoj si ky person. Pra njerëzit gjejnë vetveten, njësoj me Navrocki, njësoj me Viktor Orbanin e të tjerë. Dhe kjo fitore, duke se ka sjell edhe bashkimin e forcave radikale, të majta të djathta së bashku, të cilat kanë parë se ky person ka një potencial, njerëzit e besojnë. Dhe fitoria e tij duket se është bazuar në programin për demilitarizimin e Çekisë, ekonomisë çeke, kryen e benefiteve ekonomike për ukrainësit dhe Ukrainën. Ai ka thënë që çekët do janë të parët, pra e para do jetë Çekia, pastaj vendet e tjera. Por ajo që e ka bërë më shumë të fitojë edhe të pranohet në pak fjalë në heshtje për Bashkimin Evropian, është fakti që Babiš është pro-evropian dhe është pro-NATO. Ai nuk është kundër këtyre. Ai është pak a shumë një model i Viktor Orbanit ose i Karol Navrocki në Poloni, Viktor Orbani në Hungari, i cili ose Robert Fico në Slovaki, të cilët janë pro-evropian, janë pro-NATO-s, por sovranist. Ata besojnë që Bashkimi Evropian duhet të jetë një lloj kryesisht unioni ekonomik me tregje të hapura dhe i lëvizjes së lirë, sesa një union politik. Pra nuk duhet të ketë lidhje me ndryrën e punës të brendshme, në politikën e jashtme. Nëse një vend zhvillohet, atë Bashkimi Evropian duhet të jetë krenar për këtë vend që po zhvillohet, jo të kërkojë që ta barazojë zhvillimin me gjithë vendet e tjera. Kjo është ajo që bën diferencën midis tyre. Po pas këtyre zgjedhjeve, për ta përmbyllur, ajo që ka bërë përshtypje është që së fundmi gjithë vendet e Vishegradit, Polonia, Çekia, Slovakia, Hungaria, mund të fusim edhe Kroacinë, me presidentin kroat aktualisht, janë të udhëhequra nga qeveri populiste, nacionaliste, të kraut të djathtë, po të heqim Slovakinë. Slovakia është leftiste, Robert Fico i përket Partisë Socialiste, por ai e quan që është një socializëm i fshatit, ose një socializëm slovak. Pra është socializëm i tipit kundër emigrantëve, bazuar në vlera familjare, sigurisht ata kanë platformë sociale, më leftiste. Qartë. Po shumë mund të quhet si nacional socialiste. Qartë.
Për të shkuar, se ka pas edhe një fitore tjetër, po themi, të forcave konservatore në Japoninë e largët, dhe kjo, kush e ka ndjekur politikën e Japonisë me partinë që është anti-turizëm, nuk është dhe aq e çuditshme, sepse ka muaj e muaj që po rritet. Megjithatë, ja vlen që të ndalemi pak edhe tek Japonia. Atëherë, këtë fundjavë ka qenë dhe fitoria e superfuqisë së tretë më të madhe ekonomike ushtarake, por edhe me shumë impakt në skenën e politike botërore, që është Japonia. Sanae Takaichi, politikane e ekstremit të djathtë, pjesëtare e Partisë Liberal-Demokratike të Japonisë, partisë aktualisht në pushtet, ka fituar zgjedhjet e brendshme të partisë, duke bërë histori për të bërë ndoshta këtë javë ose brenda këtyre 2 javëve, ajo duhet të formohet kabinetin e saj kryeministror, si kryeministre e parë femër në historinë e Japonisë, duke fituar me 31.07%. Një fitore historike, pasi askush më parë nuk arritu të fitojë brenda 2 etapave të zgjedhjeve një përqindje të tillë. Duke marrë parasysh që ajo është e vetmja femër, pasi Japonia është një shoqëri kryesisht patriarkale. Dhe femrat janë shumë të rralla në anën politike, administratës dhe sidomos instancave të larta dhe më të larta shtetërore. Flasim si presidenciale, kryeministrore, ambasadore dhe të tjerë. Në zonja Takaichi është një politikan ekstremit të djathtë, ultranacionaliste, parti antare e një grupi lobimi ultranacionalist japonez. Është e njohur për retorikën e saj të ashpër kundër emigrantëve dhe sidomos për atë që quhet rishikimi i historisë, pasi shumë aspekte të konfliktualitetit të Japonisë midis vendeve të Azisë oqeanike ose linjës së largët sot aziatike, vjen nga fakti që Japonia nuk pranon shumë nga krimet e luftës që janë bërë gjatë luftës së dytë botërore, nuk pranon asnjë lloj reparacioni që të kryej. Dhe sidomos zonja Takaichi gjatë një interviste para një muaji, diçka e tillë, kur u pyet mbi krimet japoneze në Manchuri, ku humbën jetën mbi 200-300 njerëz dhe mbi 40.000-30.000 njerëz u bën pjesë eksperimenteve njerëzore të kabinetit 731 ose kampi 731, fatkeqësisht më të Auschwitzit të Azisë që quhet. Ajo përgjigj thjesht që ata na goditën dhe ne goditëm sërish një mbrapsht. Si goditëm, ajo është diskutim tjetër, por ne thjesht u kundërpërgjigjëm.